shumë ka që thonë që dyshja e fundit do ndahet mes Gjesit dhe Rozanës. Si është këtë perceptim publik? Unë mendoj, më thënë te Gjesti, unë kam ato dyshimet e mia sepse Gjesti mendoj që ka qenë ndër ato lojtarët që ka ditur të bëj strategjit, ka ditur t'i përdor gjithë gurët që i kanë ardhur në dorë, ka bërë ato thyrjet e rregullave që sigurisht kanë shkaktuar debate, kanë vendosur në qendër të vëmendjes. Mendoj që është një nga personazhet më të duruara, me durimin më të madh që ka pasur ndonjëherë Big Brother, i ka gati 6 muaj në izolim. Mendoj që fakti që është eksperienca e dytë e Big Brotherit e ka ndihmuar goxha, sepse mendoj që Gjesit pak a shumë ju ka bërë si stil jetese Bigu tani dhe ai ndoshta vështirësinë më të madhe do ta ketë kur të dalë jashtë dhe të mësohet me jetën reale. Dhe mendoj që e ka ndihmuar pak ky fakti që kaloi nga një format në formatin tjetër, ndërsa Rozana mendoj që ka qenë më tepër konfliktuale, por jo aq strategjike. Rozana mendoj që lojën e saj e ka ngritur nëpërmjet debateve, në çdo prime është diskutuar për Rozanën dhe debatet që ajo ka pas pothuajse me të gjithë banorët e shtëpisë. Mendoj që ka qenë një nga ato lojtare që ka ditur të mbaj alat rreth vetes, që sigurisht tashmë i ka larguar me afrimin e finales, por tek Gjesi un kam atë dyshimin tim sepse më duket pak i papjekur, ndoshta nga mosha, ndoshta nga mungesa e eksperiencës, në krahasim me këto lojtarët e tjerë që unë ndaj finalen, mendoj që është më i papjekur dhe nëse do dinte ta artikuloj pak më mirë ose ti mbronte argumentet e tij më mirë, do të ishte një fitues potencial dhe do isha shumë e kënaqur që ai ta fitonte Bigun.